Ndërkohë që i hodhi më shumë benzinë zjarri dhe pritja e studentëve që u nisën nga Tirana për atje, që u bllokuan në dogan, që nuk u trajtuan në mënyrë as pak dinjitoze, edhe sipas videove që dolën në media, që publikuan nga gazetari Furkan Saliu në Shkup, por edhe interpretime që erdhën më pas, pra nuk ishin as pak dinjitoze ato video. Duhet kemi parasysh, kur themi Maqedonia në NATO me Shqipërinë, kur themi Maqedonia në BE në paqet me Shqipërinë, normal që nënkuptojnë që nuk do ketë kufi. Normal që nënkupton që studentët si të Maqedonisë, si të Shqipërisë, diun si të Bullgarisë, si të Greqisë, të BE-s të gjithë, hynë e dalin pas një problem. Kurse këtu në këtë rast, studentët shqiptarë nga informacionet që kam unë morën peng 8 orë. Pra rreth 40 e ca student të moshës 18 vjeçare apo 19 vjeçare, 22 vajza, të cilët po vinin normalisht paqësisht si çdo njeri, u morën nga një skaj i kufi dhe u çuan në kufi me Serbinë. Dhe u vuan aparatura të tilla që telefonat e tyre dhe SMS-t mos funksiononin. Pra për mua si analist apo është një marrje peng, se në qoftë se ato kishin problem të 45, policia ka drejt 5-6 orë t'i mbaj në kufi, derisa të vijë një vendim nga Ministria e Jashtme dhe Ministria e Brendshme, këto janë rregullat dhe ligjet, dhe kthehet mbrapsht. Jo të merret autobusi dhe të çohet në me kilometra të tjera. Ose, nëse aty ka një njeri që është terrorist, vrasës apo i kërkuar, merret një individ, jo 40 student. Po sikur në ato 8 orë që ishin të izoluar, t'i bindën në njërit infrakt. Po sikur aty, larg qoftë në ato momente të psonte krizë, apo dikush bënte një tentim për përdhunim, pa marrë parasysh të një vajzë aty që ishte, kush e marr përgjegjësinë këtë rast? Pra janë shumë pikë pyetje, ne nuk duhet marrim vetëm e mori policia dhe dogana, dhe njëherë me kujdes, edhe policia ka qenë me uniformë, po dhe doganier. E morën dhe e çunë në një skaj tjetër. Dhe nuk kanë pasur kontakte 8 orë ata të rinj, sepse telefonat janë vënë dhurmues që mos kenë val, sepse teknologjia është e zhvilluar, vjen policia ka aparate të tilla dhe ti nuk ke val. Prandaj po them, kjo është shumë e rreziqur. Por ajo që është më e keqja dhe keqardhja, Ministria e Jashtme e Shqipërisë, Ministri Ferit Hoxha, nuk ka thirrur në bisedë informatike ambasadorin e Republikës Maqedonisë së Veriut në Tiranë dhe ta pyesi për këtë incident çka ka ndodhur, të marrë informacion. Por Ministria jonë e Jashtme, ashtu si e shitur siç është, e kam thënë moti që nuk ka Ministri të Jashtme në Shqipëri, ka rrugtar që marrin që janë me shpirt e zemrës slave dhe greke. Ata do ta themi. Hesh një integrat, po ndodhin këto thonë, Ministria bën diplomat, këja hedhën ato. A për budallë na marrin sot. Po teknologjia është përpara inteligjencës artificiale, çdo gjë mësohet shumë thjesht se çfarë ndodh dhe si është oratoria dhe ligjet e një diplomacia. Nuk ka diplomaci Shqipëria. Me Ferit Hoxhën fal për shprehjen janë ulur brekat diplomacisë të Republikës së Shqipërisë. Po studentët mendoni që e mbyllën këtë sezon me këtë protestë për të rikthyer ndoshta në shtator apo nuk ka ende një lajmërim të tillë se sa ka marruar një protestë, duhet dim që jemi në fund të sezonit studentor, fillon sezoni i provimeve dhe normal që studentët kthehen dhe në shtëpitë e tyre, sepse një pjesë e tyre edhe janë nga Kosova, nga Shqipëria apo nga qytete të tjera. Nuk e di se çfarë më ndodhi. Mirë është që mos ketë protesta, por politika, deputetët shqiptar të kërkojnë dhe të bojkotojnë komisionet parlamentare, të bojkotojnë dhe qeverinë duke kërkuar zbatimin e ligjit gjuhës. Këtu nuk bëhet fjalë për grada shkencore apo për provime 8 apo 10 apo 5 apo 6. Bëhet fjalë për gjuhën e një kombi, për gjuhën shqipe, bëhet fjalë për gjuhën që është trashëguar dhe do të trashëgohet rreth. Dhe një kombi vogël si Maqedona, si 1 milion banor, të nënçmojnë rreth 10 milion shqiptar, kjo është absurde, se ky është nënçmim. Të mohojnë gjuhën, të mohojnë të drejtën tënde, gjithmonë në bazë të ligjeve që ka Republika e Maqedonisë së Veriut. E përsëris, ligji e lejon zbatimin e gjuhës shqipe. Por janë vetë struktura shtetërore nga dobësia e qeverisë vlenit që janë, dhe këta rrinë si bufa aty në qeveri për të marrë ato rrogën, i nënçmojnë, i përbuzin, këta ministra shqiptar, këta deputetë shqiptar, ata rrinë në qeveri. Po shko për shtëpi se është karriera gjithë jetë ministër tjesh apo deputet. Shko dhe mbro krenarinë tënde se nesër do jesh 80 vjeçar, 70 vjeçar do jesh gjysh, edhe me çat të drejta i nipi apo mbesa jote apo fëmijët e tu do lavdërohen nesër përballë fëmijët të këtyre që marrin pjesë në protesta. Se jeta është interesante, ka ngjitje dhe ulje. A e mendojnë këtë gjë ato? Prandaj po them, janë të smur psikikisht edhe këta që rrinë në qeveri, shqiptarët, ministrat dhe deputet. Mund ta bojkotojnë parlamentet e tulen këmbë kryq.